Mësojmë të lundrojmë të sigurt në internet. Nëse keni përdorur një kompjuter, tablet apo celularin për të marrë informacion, për të parë video apo për të luajtur, me shumë mundësi keni përdorur internetin. Interneti shërben si burim i jashtëzakonshëm informacioni, por është tepër e rëndësishme të kuptojmë edhe rreziqet me të cilat përballemi sa herë e përdorim. Prindrit janë ata që vendosin kur dhe si e përdorin internetin, por edhe ju mund të mësoni të lundroni të sigurt. Ndiqni këto 5 këshilla për të lundruar të sigurt. Çfarë hidhet në rrjet, qëndron për herë në rrjet. Bëni kujdes me fjalët, fotot apo videot që ndani aty. Asnjëherë mos hidhni password-e, vendodhjen, numrin e telefonit apo emrin e shkollës. Ato mund të përdoren nga keqbërës. Kujdes me kë komunikoni në rrjet. Asnjëherë mos ju përgjigjni të panjohurve dhe mesazheve të dyshimta. Mendohuni mirë përpara se të klikoni. Nëse klikoni ndonjë link të çuditshëm, mund të shkarkoni diçka që ju dëmton kompjuterin apo ju vjedh të dhënat personale. Kujdes nga ofertat online. Nëse ngjajnë tepër joshse, me shumë gjasa janë mashtrime. Mirësjellja duhet si në jetën e përditshme, ashtu edhe në rrjet. Nuk duhet të ofendojmë, shajmë apo lëndojmë të tjerët. Të mbrojmë veten dhe të tjerët në rrjet.